Më 15 nëntor 2025, Dropulli u kthye në një qendër të gjallë të kulturës, polifonisë dhe traditës, përmes aktivitetit festiv të organizuar nga shoqata kulturore e Pakicës greke Dropulli, në kuadër të projektit Trashëgimia e veshjeve tradicionale të Dropullit dhe Pogonit, simbolizëm, histori dhe traditë. Ky eveniment mblodhi së bashku përfaqësues të pakicave kombëtare greke, vllahe, egjiptiane dhe rome, si dhe grupe muzikore nga Libohova dhe Himara, të cilët sollën në skenë tingujt e shumëllojshëm të traditës dhe polifonisë shqiptare. Aktiviteti u organizua me mbështetjen e Komitetit për Pakicat Kombëtare, nën kujdesin e kryetares zonjës Konstantina Beziani. Ai kishte për qëllim jo vetëm promovimin e vlerave artistike dhe kulturore të këtyre komuniteteve, por edhe forcimin e identitetit dhe kontributit që secila pakicë jep në jetën kulturore të vendit. Të pranishëm në këtë fest ishin përfaqësues të komuniteteve, si zoti Lazo Koçuçi, zoti Arjan Lile, si dhe kryetari i Bashkisë Dropull, zoti Dimitraj Tolji. Salla u mbush plot me qytetarë të interesuar, të cilët përjetuan me entuziazëm një spektakël emocionesh, muzikë dhe ngjyrash tradicionale. Komiteti për Pakicat Kombëtare fton të gjitha pakicat të marrin pjesë aktive në programet mbështetëse kulturore dhe të kontribuojnë në ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë së tyre të vyer.